Mirë, përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur në debate. Ky është edicioni 9 të kampionatit të debatit që organizohet në burnetin tonë përmes mbështetjes Agjencisë Kombëtare të Rinisë dhe AMSHC për një qëllim të caktuar që është zhvillimi i mendimit kritik tek të rinjtë e shkollës. Sot ndodhemi në Shkodër, jemi në fazën rajonale, do të ndjekim një debat që do të hapet me dy shkollat përfaqësuese, Jordan Mira dhe 28 nëntor, një duar tërkite për dyja shkollat. Ndodhemi në vendin e kampionëve që kemi në fuqi, sepse Shkodra ka fituar edicionin e kaluar të Ridebate. Kemi folur mbi ekonominë qarkulluese, mbi mjedisin, tema të cilat do të preken edhe përgjatë këtij edicioni. Kemi munduar që të sillim edhe tema të tjera, por kjo varet se si ju do t'i përdorni në argumentat tuaja, ndaj interesuar edhe shumë kurioz të dim se si do shkojë ky debat, duke ju uruar më të mirën. Dua t'ju prezantoj edhe me jurin që do të bëj vlerësimin, Milva Ribaj, në profesion juriste, Eliverta Muço, pjesë e skuadrës gjykatës në Ridebate për të 9 edicionet, edhe këtë herë do të vlerësoj edhe unë, si drejtuesi i organizatës. Më vjen mirë që do të jem në Shkodër, si gjithmonë vim me shumë dëshirë dhe dua të falenderoj edhe dy mësuesit që kanë bërë punën e mirë me ju, si çdo vit, ndaj një duar tërkitje dua edhe për to. Dhe do falenderoj edhe Dejan që është ish liderja e skuadrës vitet kaluar, e cila ka përfaqësuar dinjësi shkollën, duke çuar edhe çmimin e debatuesve më të mirë të themit, duke qenë se skuadra ka fituar kampionatin kombëtar debatit vitin e kaluar. Mirë, tema që për cilën do të diskutojnë të dyja skuadra do të jetë agjenda e gjelbër, plani domosdoshëm që kërkon zbatim të menjëhershëm. Kjo është tema. Do ndajmë vetëm qëndrimi përsa i takon skuadrave, pro ose kundër, tu te globi vogël, mund të zgjidhni në këtë debat parë Jordan Misja, pastaj në debatin e dytë do të zgjedhë skuadra e 28 nëntorit. Mund ta marrësh dhe tjetrën, ta hapësh. E tregojmë nga kamera. Pro do të jetë Jordan Misja, kundër do të jetë 28 nëntori në debatin e parë që mban temën Agjenda e gjelbër, plani domosdoshëm që kërkon zbatim të menjëhershëm. Nga ky moment keni 7 minuta kohë përgatitore, mund të vazhdoni.
komentare, të 8 anëtarët do të duhet flasin nga 1 minutë maksimalisht për secilin. Në mënyrë të alternuar fillon skuadra që mbajnë qëndrimin pro, Jordan Misja. Mikrofonin ju lutem mos e fikni, lëreni gjithmonë të ndezur. Dhe do të pasohet nga 8 nëntorit, ju lutem merrni dhe ju mikrofonin, që ta keni gati, skuadra. Atëherë përshëndetje, unë quhem Sonja Bushati. Për sa i përket argumentit të mëparshëm, është e vërtetë që përmirësimi i kushteve mjedisore është i rëndësishëm, por duhet marret parasysh që kërkon një kosto shumë të madhe për përmirësimin e infrastrukturës, gjë që mund të çojë në një bushllëk financiar të madh dhe ndalon vazhdimin e tranzicionit. Gjithashtu dua të shtoj se agenda Gjelbër mbështetur me reforma të nxituara që të shoqëruara gjithashtu edhe me investime të mëdha mund të çojë në korrupsion dhe abuzim fondesh. Një shembull shumë konkret është rasti i inceneratorit të Elbasanit, i cili kushtoi rreth 26 milion euro dhe sipas hetimeve të vitit 2021 dyshohet se kostoja totale e kontratave shkoi 350 milion euro. Apo rasti i skandalit të fondeve i part, ku sipas hetimeve të Olaf në vitin 2021 33 milion euro nga 94 milion euro të fondeve i part dyshohet se janë keq përdorur. Kjo gjë çoi në pezullim në përkohshëm të programit dhe ndaloi 112 milion euro mbështetje për fermerët. Pra, kur ka projekte që nuk kanë mungesë të transparencës apo kapacitetit administrativ, mund të çojnë në kosto të fryera dhe në SPAK. Agenda e Gjelbër është një politikë që kërkon zbatim të menjëhershëm. Për shembull, sipas organizatës botërore të shëndetësisë, thuhet se rreth 4.2 milion njerëz nga gjithë bota humbin jetën për shkak të këtij zhvillimi të paqëndrueshëm ekonomik. Këta nuk janë statistikat Përshëndetje, quhem Denjada Çuni dhe nuk jam plotësisht dakord me atë çfarë cekët më sipër për arsye se sigurisht që shëndeti është shumë i rëndësishëm, por për një shëndet sa më të mirë si fillim duhen infrastruktura. Këto infrastruktura kërkojnë kohë, përqendrim dhe më rëndësishmja kosto. I kemi ne këto kosto për momentin jo, duke ditur që ne vuajmë dhe jemi një shoqëri informale. Informaliteti sot për sot është një nga problemet më serioze të Shqipërisë. Duke cekur faktin se ka shumë përmasa të mëdha, pra është përhapur në përmasa të mëdha, ku vetëm sipas prodhimit brendshëm bruto ka arritur një përqindje prej 30 deri në 35%, ndërsa mesatarja në Bashkimin Evropian është vetëm 10%. Kjo tregon një diferencë mjaft të madhe strukturore. Duhet cekur fakti se më pas infomaliteti po shkon drejt për drejt në vendet e punës. Informaliteti ndikon tek vendet e punës, duke çuar përqindjen 40 deri në 50%, ku shumë vende pune janë humbur dhe duhet themi se ka vende pune të cilat ka akoma punëtor pa kontrata të rregullta dhe pa sigurime, duke thënë më pas dhe faktin se informaliteti po çon në fondin e masave. Janë marrur vitin 2024 qendrimi masa administrative dhe kjo tregon se janë të krijuar mjaft shkelje të informalitetit. Duke e përmbyllur këtë argument.
Përshëndetje, unë jam Anjeza Vata dhe nuk bie dakord me argumentin kundër të parafolsit, pasi ju fole për kostën e veprimit. Por më loni t'u them që mos veprimi është shumë më i shtrenjtë se sa veprimi, sepse sipas IPCC, ndryshimet klimatike porrisin infrastrukturën ndaj përmbytjeve, thatësirave dhe zjarreve pyjore, të cilët këta katastrofa kanë një kosto shumë të madhe ekonomike dhe po e shkatrojnë infrastrukturën, po e dëmtojnë bujqësitë edhe po e destabilizojnë ekonomitë. Pra më lejoni që t'ju them që realiteti është ky, ne nuk po zgjidhim midis veprimit edhe kostove, por midis dy kostove. Kostën e tranzicionit sot edhe kostën shumë të madhe të katastrofave nesër, dhe nëse ne nuk veprojmë sot, këta kosto do të rrihen shumë të mëdha në të ardhmen, edhe duhet ta shohim tranzicionin e gjelbër si një investim për t'i shmangur këta katastrofa ekonomike dhe ekologjike. Ndaj pyetja ime për ju do të ishte, a është vërtet më zgjuar të presim derisa kriza klimatike të bëhen më të shtrenjta në të ardhmen? Ju faleminderit. Përshëndetje, unë jam Joana Gjuraj, në lidhje me atë që sapo thot më parë. Do doja të shtoja që nëse veprojmë tani për agjendën e gjelbër, atëherë politikat e nxituara mund të krijohen politikat paqëndrueshme. Gjithashtu do doja të shtoja që nëse zbatojmë shpejt agjendën e gjelbër, mund të krijohen rreziqe të cilat nuk duhet neglizhuar. Rritja e çmimeve të energjisë në Europë lidhet drejt për drejt me krizën ekonomike. Sipas International Energy Agency në 2022, rritja e çmimeve të energjisë u bë ndjeshëm pas vitit 2021, duke u bërë barë më shumti për familjet me të ardhurat të ulta. Gjithashtu, në 2023, sipas kësaj agjencie, rritja sektor tradicional punësimi mund të ulet me rreth 2.5 milion vende deri në vitin 30. Siç i thonë edhe shprehjes, dardha bishtin mrapa. Në përfundim, mund të thojmë që agjenda e gjelbër mund të krijojë pabarazi dhe papunësim, nëse zbatimi i saj është i domosdoshëm, duhet bëhet me kujdes dhe jo në mënyrë. Përshëndetje, unë jam Antonita Pëldokaj dhe nuk jam as pak dakord me parafolsin, sepse ai inverson përfitimet energjetike të tranzicionit. Siguria energjetike është argumenti ynë. Stabiliteti energjetik është një çështje strategjike. Kjo bën ekonominë më rezistente ndaj krizave gjeopolitike apo ndaj luhatjeve të treggjeve. Kriza energjetike në Europë na tregon se sa rrezikshme është varësia nga importet e gazit dhe naftës. Sipas analizave të Amber the Reuters në vitin 2026, energjia nga dielli dhe era në Bashkimin Evropian arriti në 30% të prodhimit të energjisë elektrike të prodhuar në vitin 2025, duke kaluar kështu për herë të parë energji nga lëndët fosile. Energjia e rinovueshme nuk varet nga importet, nga kriza gjeopolitike apo nga çmimet e paqëndrueshme të tregut. Ajo përkundrazi, ajo krijon pavarësi dhe stabilitet ekonomik. Prandaj pyetja ime për ju kundërshtar është, si garantoni në një botë me krizë energjetike, pse duhet të vazhdojmë të mbështetim? Përshëndetje, unë jam Marina Roy dhe në lidhje me atë që ju thot, më duhet të theksoj se zbatimi i agjendës së gjelbër në fakt krijon një ndërvarësi tjetër gjeopolitike, sepse për zbatimin e energjisë së rinovueshme në vende të cilat kanë mungesë të mineraleve si litium, nikel apo kobalt, duhet të krijojnë pavarësi të tjera dhe duhet i marrin këto të importojnë nga vende të tjera. Nga ana tjetër, efikasiteti energjetik dhe rritja e energjisë së rinovueshme nuk e ul drejt për drejt përdorimin e energjisë, sepse kur energjia bëhet më e lirë dhe më aksesueshme, njerëzit dhe shoqëria do ta përdorin atë më shumë. Kufit e kësaj politike i shohim edhe në BE, ku në vitin 2025 arriti energjia e rinovueshme 48% të prodhimit, por përsëri sistemi u përball me kërkesa për gaz. Pra nëse kursimi sjell konsum të madh, a nuk ngjason ky fenomen edhe me shprehjen tonë shkodrane ban munde edhe në bun? Faleminderit. Ne mbështesim idenë ekonomia qarkulluese krijon vlerë dhe ul mbetje. Sipas raportimeve të McKinsey, agjenda gjelbër nxjerr miliona euro çdo vit nga ekonomia gjelbër. Në Shqipëri, sipas Instat, 76% e mbetjeve hidhen në lavdilla dhe vetëm pjesa tjetër e tyre riciklohen. Kjo tregon nevojë të menjëhershme për me menaxhu mbetjet më mirë. Prandaj le të pyesim kundërshtarët tonë, nëse agjenda gjelbër rrit ekonominë dhe krijon vlerë, pse ne duhet të ishim kundër? Përshëndetje, unë quhem Senera Çekaj. Për sa i përket asaj që ju thatë fillimisht për të ndryshuar nga një ekonomi qarkulluese në një ekonomi lineare, nevojit e infrastruktura të reja. Edhe me të vërtetë që fitimet mund të jenë të çndrueshme dhe afatgjata, po nga ana tjetër nëse ne nuk i kemi pagat financiare fillestare, si mund të vinë këto fitime në të ardhmen? Së dyti këto duhet të shtojmë se
ynë vuan nga mungesa e politikave qeveritare, për shkak të mungesës së përshtatjes në prodhim, për shkak të ligjeve të cilat duhet të nxisin riciklimin, apo gjithashtu inovacioneve në sektorin teknologjik. Është e vërtetë se reformat mund të ndodhin, por do të jenë të shpejta dhe si rezultat dhe fitimet do të jenë të paqëndrueshme. Sipas Singularity Gap Report në 2024-shin, nga 2018 në 2023-shin, përqindja e materialeve të ricikluara ka 1.9% si rezultat i pambështetjes nga qeveria. Edhe nëse një shprehje e shkruar nga Seneca thotë se gjërat që vinë shpesh ikin pa shpejt. Si supozohet funksionoi kjo agjende Jailbird, në qoftë se fillimisht ajo nuk është e mirë studiuar dhe nuk është e miratuar prej shtetit? Të nderuar kundërshtar, Përshëndetje, jam Rola dhe në lidhje me atë që ju thatë më parë, është e vërtetë që mund të krijohen vende të reja në punës në sektorin industrial, por duhet të përmendim që mund të ketë humbje vende pune në sektor tradicional, e cila mund të bëjë që punëtorët e vjetër të mos të kenë papunësi, por mund të kenë aftësi jo të pa zhvilluar për këtë sektor të ri. Gjithashtu dua të shtoj se ka edhe dy probleme më madhore, që janë kostet e larta dhe skepticizmi intersektorial, një dyshim që lind nga ndërveprimi i strukturave të ndryshme për përfitimin e disa objektivave, ku kemi rastin e EBS, e cila për implementimin e kësaj agjende pati shpenzuar 764 bilion euro, duke arritur një rritje tepër të vogël të investimeve të tyre. Por ndërkohë struktura e sektoreve industrial të shteteve të Ballkanit Perëndimor nuk përputhet lehtësisht me këtë agjendë, pasi në Serbi kemi traditë të gjerminirash, në Maqedoni kemi mindat aktive, ndërkohë në Shqipëri kemi dhe sektor industrial të gjerë, ku 21 është e përndësimit. Por mund të përmendim që ka dhe humbje vende punësh në sektor tradicional. Pra duke ditur të gjitha rreziqet që na vijnë nga pas, a mendoni si ja vlen ta implementojnë më një herë? Transicioni Jailbird nuk është vetëm mjedisore, është edhe drejtësi sociale. Komunitetet më të ndotura janë gjithmonë komunitetet më të varfra. Ekonomia Jailbird përmirëson kushtet e tyre dhe u jep mundësi barazie, që do të thotë klimë e pastër për të gjithë. Por si mund të jetë e duhur një shoqëri që i lë më të varfrit të vuajnë për krizat që i kemi krijuar të gjithë. Nga ana tjetër, ne nuk kemi përgjegjësi vetëm për veten, për brezat që do të vinë pas nesh, për të mbrojtur botën, për të lënë atyre një disa më të pastër dhe jo me të rrezikshëm, me ndotje edhe sa më të sigurt. Siç thotë një proverb amerikan, ne nuk e kemi trashëguar tokën nga parasit tanë, por ne nga fëmijët tanë. Çdo vendim që ne marrim sot duhet të jetë një menduar, sepse mund të sjellë pasojat të dëmshme për brezat që do të vinë. Përshëndetje, unë quhem Rejana Zefi dhe në lidhje që ju thot, unë duhet të kundërshtoj këtë argument. Duhet të them së parë që duhet kosto e madhe. Dhe së dyti, këto politika ambienti, si është agjenda e Jailbird, kanë ligjet e tyre, si kufizojnë ndërtimin e hidrocentraleve, ndërhyrjen pranë brigjeve, po ashtu edhe përdorimin e ujit për vaditje. Po ashtu, si një raportim i OECD-s në vitin 2024, pohohet se mungesa të ardhurave po ashtu krijon edhe probleme tjera, si në sektorin e bujqësisë, por ashtu edhe prodhimin e energjisë hidroelektrike. Po ashtu, për pyetjet që thotë që nuk i përgjigj më parë, unë duhet t'ju trajtoj edhe ju një pyetje. Për shkak këtyre pasojave që po ndodhin për shkak të agjendës së Jailbird, duhet t'ju pyes se a është implementimi i agjendës së Jailbird në Shqipëri në këtë çast vendimi i duhur?
Përshëndetje, jam Andri Gurila. Për asaj ju thatë, ne duhet të shtoj se zbatimi i njëhershëm i kësaj agjende është ekonomikisht i përballueshëm dhe mund të sjellë një hendek social. Kështu këtu dhe një veprim i pa menduar mirë mund të sjellë edhe politika të paqëndrueshme në vendin tonë. Nuk duhet të harrojmë se Shqipëria është akoma një vend në zhvillim dhe si e tillë nuk është ende gati për zbatimin e njëhershëm të kësaj agjende. Sipas Bankës Botërore, në vitin 2024, prodhimi i brendshëm brut të përfrymë në Shqipëri ishte vetëm $10.000, ndërkohë që mesatara e BE-s varion nga 35 deri në $40.000. Kjo do të thotë që nuk e kemi akoma kapacitetet e mjaftueshme financiare, dhe se zbatimi i njëhershëm i kësaj agjende do të ishte një barë akoma më e rëndë në kurrës të qeverisë dhe të qytetarëve tonë. Shto kësaj edhe kostot e larta, efektin rebound, abuzimin me fondet, humbjet e vendeve të punës, informalitetin, mungesën e politikave midësore dhe mungesën e politikave të qëndrueshme, grupi ynë bën fort sot qëndrimin kundër zbatimit të njëhershëm të kësaj agjende. Faleminderit. Mirë, faleminderit dy skuadrave. Ishte vërtet një debat i mirë. Unë për vetën time u kënaqa, kështu që uroj që edhe pjesa tjetër e juristit të bëjë vlerësimin të ketë marrë po të njëjtën shije për sa i takon debatit, se vërtet kishte shumë përgatitje. Komplimenta dy skuadrave. Tani do të vazhdojmë me debatin e dytë, debatin e liderave. Në këtë debat të dytë do të ketë të drejtë shkolla 8 nëntori për të bërë përzgjedhjen e qëndrimit. Pra, e tregojmë ande nga kamera. Pra, kundër do të jetë skuadra ose liderja e skuadrës të Jordan Mises. Tema për diskutojnë dy vajza do të jetë angazhimi i të rinjve në politikbërjen lokale është i justifikuar ose i domosdoshëm. Që e kemi trajtuar edhe vitet e kaluara. A e konfirmon apo jo? Në politikbërjen lokale është i justifikuar ose i domosdoshëm. Dhe që kur flasim për politikë bërje lokale, keni parasysh jo politikën në tërësi të saj, po flasim për ato ndryshimet e vogla që mund të bëjë qeverisja vendore. Pra shqetësimet, problematikat, sa mund të ndikojë përfshirja e të rinjve themi në zgjidhjen e tyre apo ato problematika që ju i ndjeni më pranë, themi. Pra bashkia, vendi ku ndodhemi, okay? Është e qartë? Mirë, nga ky moment keni 7 minuta kohë përgatitore.
zërin liderës. Do t'ju lutesha për shkak të zhurmës ta ngrini pak më shumë zërin se nuk dëgjohet, po. Kështu që pa humbur kohë do të fillojmë me debatin e dytë, debatin e liderit. Në këtë përballje do të kemi Senelën dhe Elizabetën. Për sa i takon temës, angazhimi të rinjve në politikbërjen lokale është i domosdoshëm. Do të filloj Senela që mban qëndrimin pro dhe do të pasohet pastaj nga Elizabeta që mban qëndrimin kundër. Nga 2 minuta për çdo ndërhyrje, 4 ndërhyrje në total. Suksese. Përshëndetje gjithëve, unë quhem Senela Çekaj. Për sa i përket kësaj teme, unë do të mbërë qëndrimin se angazhimi të rinjve në politikbërjen lokale është i domosdoshëm dhe është i justifikuar. Fillimisht duhet të kemi parasysh se është pikërisht kjo përfshirje të rinjve e cila do të ndihmojë shumë pjesën e demokracisë që të zhvillohet në mënyrë sa më të drejtë dhe më gjithëpërfshirëse. Sipas Enciklopedia Britanika, demokracia përkufizohet si një formë qeverisjes ku populli e ka pushtetin dhe kjo formë mund të tregohet ose në mënyrë të përfaqësuar ose në mënyrë të drejtë për drejtë. E faktikisht, po në rastin kur nuk ka një përfshirje nga të gjitha grup moshat e shoqërisë. Kjo do të thotë që kjo formë e demokracisë nuk po zbatohet ashtu siç duhet. Edhe që është e vërteta ky përkufizim merret përballë dhe zbatohet në mënyrë historike. Pra kjo do të thotë se angazhimi të rinjve realisht është një grup mosh e cila tregon të gjitha interesat, të gjitha nevojat, të gjitha kërkesat që kjo mosh ka, edhe të gjitha këto më vonë do të jenë të reflektuara mjaft mirë për sa i përket politikave të cilat do të bëhen në shtet. Këtu duhet të shtoj edhe faktin që ka treguar Interparliamentary Union në 2022-shin, që ka cituar se 2.8% e të rinjve në moshën 18 vjeç faktikisht marrin pjesë në vendime të ndryshme të votimit apo në procese të ndryshme legjislative e parlamentare. Këtu duhet të shtojmë edhe se politikbërja e të rinjve realisht është diçka e cila vendoset në zbatim në vende të ndryshme europiane, siç mund të përfshijmë këtu Austrinë, Gjermaninë, Estoninë dhe Sloveninë. Të gjitha këto vende e marrin përbazë mendimin e të rinjve duke paraqitur kështu fare mirë se çfarë ata mbrojnë, se për çfarë ato kanë nevojë. E kështu pra, demokracia është ajo pjesë e cila do të tregojë interesat e qytetarëve të vet. Edhe për këtë arsye, unë vazhdoj të qëndroj qëndrimit se angazhimi të rinjve në politikbërjen lokale është diçka e domosdoshme dhe është diçka e justifikueshme, sidomos në sistemin demokratik. Të nderuar kundërshtar, siç u përmendëm edhe më parë, unë jam Elizabeta Marashi. E vlerësoj shumë mendimin tuaj, por ne kemi një mendim tjetër. Të rinjt sot kanë të drejtën që të japin shumë mendime të ndryshme, por asnjëherë nuk është e domosdoshmëri që ato të marrin vendime të rëndësishme. Ne nuk po themi që ato duhen të përjashtohen nga politikbërja. Jo, por kjo nuk është e domosdoshme, që ato të marrin pjesë e sidomos në vendime shumë të rëndësishme. Njëri sot nuk mund të ndalojë askush që të japin mendime shumë të ndryshme, por asnjëherë nuk duhet që njëri ndoshta edhe pa pjekur dhe jo me aq eksperiencë të japin vendime të rëndësishme. Të rinj nuk mund të flasin pa menduar mirë. Dhe ndonjëherë ndikojnë edhe negativisht. Një mendim negativ edhe i manipuluar mund të çojë në vendime të manipuluara. Vendimet të rinjve janë shumë të paqëndrueshme, se sa njëri bërë ekspert me informacione shumë të mëdha dhe patjetër me eksperiencë punore. Angazhimi i të rinjve në politikbërjen është e vërtetë që të rinjt kanë ide inovatore, por ato nuk mund të dalin përtej imagjinatës. Pyetja ime për ju është: a duhet që njëri i papjekur dhe jo me aq informacion sa një ekspert i asaj fushë duhet të marrin me domosdoshmëri pjesë në politikbërjen? Për sa i përket asaj që u thotë, duhet kemi parasysh se me të vërtetë të rinjt janë akoma qenie të mitura dhe janë akoma në zhvillim, por nga ana tjetër janë pikërisht këto njerëz, të cilët po përcaktojnë edhe të ardhmen e vendit tonë. Janë pikërisht këto njerëz të cilat po tregojnë përmes zërit të tyre nevojat dhe kërkesat të cilat realisht shoqëria i ka. E këtu duhet të shtojmë edhe diçka tjetër shumë të rëndësishme, e cila ka të bëjë se qëndrueshmëria demokratike tregon përfshirjen e të rinjve dhe e mbështet përfshirjen e të rinjve. Një qëndrueshmëri demokratike mund të vazhdojë vetëm në rastin kur ka kreativitet, kur ka krijimtari, kur ka dinamizëm shoqëror, kur ka gjithashtu edhe kapacitetet e të rinjve të vet. Edhe këtë fare mirë e dëshmojnë edhe mekanizmat të ndryshëm në shtetin apo edhe në mjaft shtete të ndryshme europiane. Këtu për shembull kemi këshillat vendorinor, të cilët në Shqipëri dhe në vende të ndryshme janë mekanizma të cilët bëjnë ndërmjetësimin midis interesave të rinjve dhe gjithashtu kërkesave apo nevojave që mund të ketë bashkia. Dhe këto mekanizma janë ato të cilët i lidhin të rinjt
me pjesën e qeverisë. Edhe janë pikërisht këto lloj këshillash vendorinor në 61 bashki të Shqipërisë, të cilët janë të mandatuar me ligjin për rinin të SKR-s 22 deri 29. Gjithashtu, në Shqipëri është vendosur ligji për rinin dhe për vullnetarizmin, një ligj i cili për më tepër është konsoliduar dhe është zbatuar me pjesëmarrjen e të rinjve në këtë format. Nga ana tjetër duhet të kemi parasysh edhe mjaft shembuj të tjerë ku të rinjt marrin pjesë në politikë bërje lokale, siç mund të jenë rastet e delegatëve rinor të OKB-s, apo gjithashtu edhe SDG Youth Leaders. Të gjitha këto na tregojnë fare qartë se realisht të rinjt kanë zë. Realisht të rinjt kanë të drejtën e tyre për të treguar nevojat e tyre dhe si rregull demokracia dhe qëndrueshmëria demokratike e një vendi është ajo e cila duhet ta zbatojë këtë gjë. Atëherë, para disa javësh, disa nga nxënësit e gjimnazit të Shkodrës shkundërtuan dhënien e presidentit, të kryetarit të bashkisë. Por sa kishte ai mundësi të japin mendime? Shumë pak, sepse mendimet i japin, por vendimet i jap vetëm kryetari i bashkisë, edhe pjesë janë ekspert në atë fushë. Kjo gjë çon në mbështetjen e argumentit tonë edhe na jep të drejtën për çfarë ne mendojmë. Duke përfshirë të rinj, nuk do të thotë që domosdoshmëri do të ketë më shumë demokraci. Politikbërja e pa menduar mund të shkaktojë probleme, të cilat as politikbërësit nuk do të jenë të aftë i zgjidhur, sepse kjo varet nga si që çojnë ata dhe e pasojnë. Si të menaxhojnë presionin i cili ju ushtrohet. Të rinjt sot me shumë shikojnë të drejtat e tyra se sa të tjerë. Prandaj, në politikbërje duhet të mendojmë për të gjithë, jo vetëm për të rinj. Pyetja ime është, a duhet të përfshin të rinj në politikbërje për të plotësuar nevojat të rinjve, apo të grupmoshave edhe të tjera? Në lidhje me atë që u tha, të rinjt do të mbajnë përgjegjësi për nevojat e tyre. Ndërkohë, për sa i përket grupmoshave të tjera, të po flasim këtu për personat e rritur, këto janë përgjegjës për sa i përket politikave të një shteti. Dhe këto po e kryejnë detyrën e tyre për çdo ditë. Prandaj këtu në këtë rast ne po flasim për vendimarrjen e të rinjve, edhe për sa i përket politikbërjes që ato mund ta kenë në dorën e tyre dhe mund ta realizojnë. Gjithashtu diçka tjetër është se për sa i përket detyrës së të rinjve, detyra e të rinjve është të japin mendimin e tyre. Sigurisht që më vonë ky mendim do të merret në shqyrtim nga qeveri të ndryshme nëse do të realizohet apo jo. Por i riu, si një person i mitur që është, ka detyrë që të jap mendimin e tij. Më vonë për sa i përket rrjedhojës, ajo do të përcaktohet edhe prej fatit, edhe prej rasteve të se si mund të interpretojë qeveria këto mendime. Së dyti për sa i përket presionit që mund të marrë një njeri, është e vërtetë, një njeri mund të ndikohet nga faktorë të ndryshëm të jashtëm, po kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht që ky njeri do të manipulohet. Mund të ndikohet sepse merr informacione të ndryshme, edhe këto informacione realisht mund të zgjerojnë më shumë horizontin e tij, që të kuptojnë që çfarë është e drejtë dhe çfarë është e gabuar, që të dinë që të bëjnë këtë dallim, edhe si rezultat edhe që të pasqyrojnë ato nevoja reale të shoqërisë së tyre. Për shtuar këtu edhe pikën time tjetër, është se të rinjt faktikisht duhet që të marrin pjesë në politikbërjen lokale, sepse ato shtojnë shumë inovacion edhe kreativitet. I riu është ai person i cili sipas studimeve të ndryshme kalon një fazë në adoleshencën e tij që është faza e idealizimit. Edhe është pikërisht kjo fazë e cila e shtyn këtë të ri të mendojë se si aspiratat e tij mund të lidhen edhe me kushtet e jetesës në një vend të caktuar. Pra, përmes këtyre formave të ndryshme, ky i ri po vendos që të rrezikojë dhe ky i ri po vendos që ta çojë vendin e tij përpara, përmes nevojave që këto kanë, përmes kërkesave që këto kanë. Atëherë është e vërtetë që në politikbërje duhet risi. Por le të themi se jo të gjithë të rinj mund ta marrin dhe din ta menaxhojnë. Famën që marrin në fillim duke mos qëndruar në këmbë në tokë, ose ta shohin përtej horizont të tyre, gjë e cila do të dëmtojnë të rriturit. Ju thoni se një i ri që merr negative nga mendimet e tyra nuk mund të manipulohet. Por si është e mundur që një i ri nga gjithë mendimet negative mos të manipulohet? Kjo është e pamundur. Patjetër që mendimi i të rriturve duhet të jetë në mënyrat e politikbërjes, por duhet të ketë kujdes të madh. Pse ne shkojmë në përfundim që rinia duhet të jetë e pranishme, por jo të marrë mendime. Kjo gjë gjon në mbështetjen e argumentit tonë dhe na jep të drejtën për çfarë ne të mendojmë. Ne nuk po themi se nuk duhet të ketë as pak përfshirje. Por duke pas përfshirje duhet edhe që ta kuptojmë, sepse ne themi që duhet të marrin pjesë, por jo pa kujdes. Në politikbërje ndodhin rrezikë, por jo të gjithë të rinj duhet ta menaxhojnë, nuk din ta menaxhojnë. Se si mund të ketë informacion një politikbërës, ose si mund të ketë një ekspert i asaj fushë, nuk mund të kemi ne të rinj sot, një
tjerë që sa më bëra. Për sa i përket asaj që ju thatë, duhet të kemi parasysh se faktikisht të rinjt janë duke shprehur mendimin e tyre, edhe kjo po tregohet fare qartë dhe nuk po tregohet me një formë pakujdesie. Përkundrazi, pakujdesia nuk zë vend në ato lloj mekanizmash të cilët janë të drejtuar edhe nga shteti, edhe nga organet të ndryshme që mund të përfaqësohen të rinjt. Duke shtuar këtu edhe diçka tjetër është se faktikisht këto janë pikërisht ato forma përmes të cilave politikbërja po ndërton liderët e së ardhmes sonë. Pra, kemi edhe një shembull mjaft të qartë, lëvizjet qytetare dhjetore të 1990-s, ku tregoi se entuziazmi rinor, ku tregoi se dëshirat rinore, ku tregoi se të gjitha aspiratat e rinis hodhen poshtë regjimin e pa drejtë për atë shoqëri, edhe vendosën kështu një regjim të ri edhe më demokratik. Pra, është një shembull mjaft i qartë që tregon se të rinjt faktikisht nëse kanë dëshirë dhe nëse kanë interes për të zbatuar vendimet edhe mendimet e tyre, ato realisht mund ta realizojnë këtë gjë. Së dyti, duhet kemi parasysh se janë pikërisht këto të rinj, pra për të bërë një përmbledhje të plotë, janë pikërisht këto të rinj, të cilët përmes iniciativave të tyre janë duke ndryshuar atë çfarë janë duke sfiduar status quo të ndryshme dhe janë pikërisht këto sfidime të cilat po e çojnë vendin tonë që të zhvillohet përpara. Sepse në fund të fundit nëse ne nuk po sfidojmë dhe nëse ne nuk po e dyshojmë këtë sistem apo këto vendime të cilat na paraqiten sot, si po evoluojmë ne në këtë rast? Do të thotë që ne nuk po evoluojmë, do të thotë që ne nuk po jetojmë. Duke shtuar këto edhe argumentet e tjera që kanë lidhje me një demokraci të qëndrueshme, me përfshirjen e të rinjve, me inovacionin dhe kreativitetin, me krijimin e liderëve së të ardhmes, unë vazhdoj që të qëndroj qëndrimit se angazhimi i të rinjve në politikbërjen lokale është justifikuar dhe është i domosdoshëm. Politikbërja mund të ndërtojë lidera shumë lehtë, por duke vënë të rinjt mendime, jo duke marrë vendime. Por që të japin mendime dhe jo vendime, pasi kjo është pasaktë dhe jo besueshme, ndaj kujdesi duhet të jetë shumë i madh. Patjetër që mendimi i një të rrituri duhet në politikbërjen është më domosdoshmëri se një të rritur, që nuk është i pjekur. Ju thoni se politikbërja duhet nëse s'bën që të rinjt të marrin mendime, por jo, mund të japin mendime, por asnjëherë vendime. Në politikbërjen na thonë se marrim të rinj me konsiderat, por ata mund të gabojnë, shumë më lehtë se sa një person i pjekur me eksperiencë dhe përvoja.
Jemi gati tani, të zbulojmë edhe pikët për sa i takon dy debateve që ndoqëm, si në debatin e skuadrave, si në debatin e liderit. Para se të fillojmë me komentet, doja që t'ju qartësoja që jemi në një fazë jo eliminimi, jemi në një fazë pikëzimi, që do të thotë ne sot do të marrim pikët dhe më pas, kur të përfundoj gjithë faza rajonale, pra të gjitha debatet e qyteteve, do të zbulojmë se cilat do t'jenë skuadrat me pikët më të larta, pra 16 skuadrat finaliste që shkojnë në Tiranë për të zhvilluar debatet eliminatore. Për sa më takon, përgatitja e të dyja skuadrave ishte në nivele shumë të mira, kishte padyshim studime, analiza, kishte element shumë të mirë njerë, faktikisht dua të them që të gjithë antarët e skuadrës ishin në të njëjtin nivel për sa i takon mënyrës së të shprehurit, parashtrimit të argumentave, domethënë kishim një cilësi, një nivel të mirë përgatitje. Dhe dua të them që kishte përgjigje, diku kishte shumë pyetje, do të thoja nga skuadra, nga njëra nga skuadrat, nga skuadra Jordan Mises. Në momentin që shihni që nuk keni përgjigje, evitoni të bëni më pyetje sepse nuk po merrni përgjigje. Nga ana tjetër, kjo është për t'i hequr pikë skuadrës së 28 nëntorit që ndoshta nuk u përgjigj çdo pyetje. Pra pati një të themi ndërveprimi dis dy skuadrave, por kishte më shumë pyetje nga ana e skuadrës tjetër dhe në momentin që ti shef që nuk merr përgjigje, është e kotë që të vazhdosh me të njëjtën strategji debati. Kjo këshill për herë tjetër. Nga ana tjetër, përsa i takon debatit liderit, përsa më takon diferenca dukej, skuadra 28 nëntorit kishte një përgatitje më të mirë. Kjo jo për të dekurajuar vajzën e skuadrës së Jordan Mises, por nga skuadra e 28 nëntorit kishim shumë element, shumë si themi studime apo edhe argumente që përforconin më shumë atë çfarë ju mbronit në tezën pro. Në rastin kur vajza përmendi KVR-t, këshillat vendorinor, nga ana tjetër duhet me ju përgjigj. Domethënë sa aktiv janë këto këshilla vendorinor, domethënë realiteti kush është? Pra duhet jemi shumë të përpik dhe të vëmendshëm të dëgjojmë çfarë po, jo të vazhdojmë domethënë në rastin konkret domethënë që dojë dhe shkojnë më shumë në opinion se sa në një argument domethënë të mirëfillt të asaj çfarë doje ti përgjigjesh. Pra, edhe skuadra në rastin e liderit, lideri vërtet është përfaqësues i skuadrës, por këtu duhet punë në grup. Edhe gjatë punës, gjatë debatit të lidereve, skuadra duhet ndihmojë. Nëse dikush përmendi KVR-t apo përmendi ligjin e vullnetarizmit apo ligjin e rinisë, që janë tema shumë aktuale, vjen mirë që nga skuadra këte ju prekën. Nga ana tjetër, duhet keni kundërpërgjigje për ato çfarë po thot lideri, që të keni një debat sa më të mirë të strukturuar. Megjithatë, këto janë këshilla përsa i takon debateve në vijim. Përsa më takon këto, nuk e di kush do ta marrë fjalën. Mirë, duke falenderuar Kreshnikun për sa foli, unë nuk doja të përsëritesha, do t'ju përgëzoja për qasjen e mirë dhe kulturën e debatit që sollët sot. Ishte një kulturë debati që mua sa herë vi në Shkodër, më lë një shije shumë të mirë kuriki. Dhe kjo është gjëja më e rëndësishme. Ju do t'ju vinë në ndihmë si në nivel pune dhe si në nivel arsimi. Do t'ju bëj të jeni ju më koshent për aftësitë që keni dhe mbi të gjitha do t'ju vinë në ndihmë në momentin për të aftësuar akoma më shumë mendimin tuaj. Vlen për të theksuar një punë e mirë që ju bëni në grup, vlen për të theksuar një punë shumë e mirë që bëhet nga zyshat tuaja për të ndjekur dhe për të sjellë deri këtu. Unë ju falenderoj, ju uroj suksese, vazhdoni të përgatiteni për fazën tjetër. Unë nuk do zgjatem shumë, se gjithsesi Kreshniku sot vendosi të konsumonte pjesën më të madhe të opinioneve, që pak a shumë ishin të njëjta. Siç tha dhe kolegja, është gjithmonë kënaqësi të vish në Shkodër, alisht në krahasim në nivel rajonal. Jeni nga shkollat që kanë kulturën e debatit më të lartë dhe ne jemi shumë të kënaqur për këtë gjë. Dhe jam gjithashtu shumë e kënaqur edhe për faktin që për herë ju ndodheni në Tiranë. Dhe shpresoj që kjo të vazhdojë, domethënë, si traditë. Përsa i përket argumentave, të dyja skuadrat kishin argumenta absolutisht, siç tha dhe Kreshniku.
ishin të mirë bazuara dhe ne na pëlqen fakti kur argumentat janë shoqërohen nga dëshmi konkrete të cilat janë të lidhura me njëra tjetrën dhe gjithashtu dhe fakti që nuk dilni nga tema, sepse na ndodh shpesh që shumë prej skuadrave dalin nga tema, në rastin tuaj më pëlqen që nuk e bëni këtë gjë. Ose edhe nëse devijon pak, të paktën të ketë një linjë logjike midis argumentave që ju sillni. Në debatin e parë për mua ishit në të njëjtin nivel të dyja skuadra dhe më pëlqen edhe bashkëveprimi që keni me njëri tjetrin. Gjë që duhet të pasqyrohet edhe në debatin e liderit, sepse vërtet është lideri ai që ju përfaqëson, por lideri nuk është asnjëherë vetëm. Ju e dini shumë mirë që debatet janë gjithmonë punë grupi dhe sigurisht që duhet të ndihmoni njëri tjetrin. Sigurisht këto janë këshilla për të ardhmen, asnjëherë mos i merrni si kritika. Duke ju falenderuar të dyja skuadrave, po bëj një përmbledhje të pikëve, do me thënë diferenca është 28 nëntori 236 pikë dhe Jordan Misja 214 pikë. Dhe mos harroni që siç thamë është thjesht pikëzim, nuk është as pak vendimtare, sepse kampionati vazhdon, kemi ende skuadra në qytetet e tjera, kështu që Mirë, shumë faleminderit të dyja skuadrave edhe një herë, sikurse mund ta keni kuptuar, ajo çfarë ka bërë diferencën e pikëve midis dy skuadrave flasim këtu është pikërisht debati i dytë, debati i liderit. Ajo domethënë humbi më së shumti pikët. Përsa i takon debatit të skuadrave ishim pothuajse në të njëjtin nivel. Dhe më vjen mirë që vetëm në Shkodër unë gjej bashkëbisedim, vështrim me njëri tjetrin dhe nuk i kërkoj asnjëherë askujt që të shohin, domethënë debati bëhet midis jush, jo midis nesh. Kjo është vërtet për t'u vlerësuar, formati respektohet në mënyrë kategorike në Shkodër. Kështu që shumë faleminderit gjithë skuadrave, faleminderit edhe drejtoreshave që drejtoreshës që është bashkuar me Jordan Misja. Zyshën edhe një herë të 28 nëntorit, kushdo që ka ardhur, faleminderit gjithëve që u bët pjesë e kampionatit kombëtar debatet. Faleminderit.